Familja e Lionës lëshon alarmin, thirrje produksionit. Situata në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova është rënduar ndjeshëm. Ndërsa në qendër të sulmeve është vënë banorja më e re e shtëpisë, Eliona Binakaj. Vajza 18 vjeçare, e cila hyri në shtëpi për të sfiduar veten, po përballet me situata që familja e saj i ka cilësuar si të patolerueshme. Pas ngjarjeve të fundit, ku Eliona është parë bllokuar fizikisht dhe nën presionin e vazhdueshëm të Benitës dhe Albës, familja ka reaguar ashpër. Përmes një deklarate urgjente, ata kërkojnë mbrojtje për vajzën e tyre, duke theksuar natyrën e rëndë të sjelljeve ndaj saj. Intimidim ndaj një 18 vjeçareje. Në reagimin e tyre, familja thekson se nuk bëhet fjalë më për lojë, por për veprime që cënojnë mirëqenien e saj. Kemi ndjekur me shqetësim të madh disa situata, ku Eliona është vendosur nën presion psikologjik. Në veçanti veprime që përfshin intimidim, heshtje të detyruar ose veprime fizike penguese ndaj saj, janë të papranueshme për ne si familje, thuhet në deklaratë. Thirrje produksionit, reagoni menjëherë. Familja Binakaj kërkon që vëllai i madh të ndërhyjë urgjentisht për të ndaluar këto provokime që po kalojnë çdo kufi etik, sidomos duke marrë parasysh moshën e saj delikate. Eliona është aty për të konkurruar, jo për të përballur me forma presioni apo provokime që të i kalojnë kufit e lojës. Kërkojmë transparencë dhe reagim të menjëhershëm. Rrjeti tashmë ka shpërthyer në komente, duke dënuar sjelljen e banorëve të tjera ndaj 18 vjeçares. A do të merren masa sonte? Mbetet për tu parë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.